Mos e neglizhoni, nëse ndjeni vazhdimisht miza në këmbë mund të vuani nga kjo sëmundje. Ju ndodh shpesh të ndjeni sikur mira miza eci në këmbët tuaja dhe nuk e kuptoni nga se vjen kjo ndjesi. Edhe pse nuk bëhet fjala për ndonjë çrregullim serioz, ju pengon në aktivitetet tuaja të përditshme. Ekzistojnë dy shkallët të kësaj lloji sindrome, fillestare dhe të mesme, si rjedhoj edhe shkaqet janë të ndryshme. Por shkaku kryesor është trashëgimia, pasi kjo qëndron në pjesën e pasme të trurit që është përgjegjës për monitorimin. Një faktor tjetër që mund të shkaktojë këtë lloj ndjesie është veshka e dëmtuar, nervi periferik i dëmtuar, sëmundjet degenerative të shpinës, anemia ose edhe shtatzania, citon Elthisaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndonjëherë sindromi i këmbëve të lodhura mund të jetë një efekt anësor i disa barnave dhe zakoneve të këqija ose kur keni mungesë të theksuar të ekurit. Kështu që këta njerëz janë të rekomanduar që të konsumojnë më shumë panxar, spinaq, kumbulla në mënyrë që të rrisin nivelin e ekurit në trupin e tyre. Shenjat mund të lehtësohen duke u ngritur dhe duke ecur për një kohë. Sipas shumë ekspertëve, ushtrimet për tërheqje para gjumit janë shumë të dobishme. Gjatë ditës përpiquni të qëndroni aktiv, të ushtroheni ose të paktën të ecni në ajër të pastër. Sigurohuni që të shmangni pjetë me kafeinë si çaji i zi dhe kafet, pasi ndikojnë negativisht edhe në cilësinë tuaj të gjumit. Mpirja e pjesëve të trupit për shumë persona mund të lidhet me simptoma të problemeve shëndetësore. Ekspertët këshillojnë që nëse këmbët tuaja mpihen vazhdimisht, është e rëndësishme të konsultoheni me specialistin, pasi ndonjëherë mund të paralajmërojnë gjithashtu edhe probleme serioze që lidhen edhe me shëndetin tuaj. Mpirja e këmbëve mund të lidhet me probleme të sidomos të nervit, prandaj është e rëndësishme të mos neglizhoni këtë problem. Ekspertët e shëndetësisë thonë se njohja e simptomave dhe sëmundjeve që i shkakton ato është shumë e rëndësishme që të merrni kujdesin e duhur dhe lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Është e rëndësishme që ju të këshilloheni vazhdimisht me mjekun tuaj, pasi të vini re se keni këto simptoma. Shpeshherë mpirja e këmbëve mund të jetë paralajmëruese e sëmundjeve të rënda, ndaj paraqituni tek mjeku për të marrë trajtimin e specializuar. Megjithse, ajo mund të jetë edhe një problem i përkohshëm, në disa raste mund të krijojë edhe shqetësime të përhershme. Shpeshherë mpirja e këmbëve mund të jetë paralajmëruese e sëmundjeve të rënda, siç mund të jetë edhe skleroza e shumfisht. Sigurisht, një ndër sëmundjet që shkakton mpirje të pjesëve të trupit, përfshirë edhe këmbët, është skleroza e shumfisht. Megjithse nuk është një sëmundje e vetëm simptomave, mpirja ose pickimi i këmbëve vjen kryesisht nga kjo lloj skleroze. Mpirja nga kjo sëmundje mund të përhapet në këmbët tuaja dhe të zgjatet deri në probleme të tjera. Njerëzit të cilët vuajnë nga skleroza e shumfisht mund të përjetojnë mpirje të njëra këmbë ose edhe dobësim të këmba tjetër. Ndaj ecja është thuajse e pamundur tek këta persona. Mpirja do të jetë e vazhdueshme dhe njësoj si në të gjithë këmbën edhe në rastin e kësaj sëmundje. Ndaj tregoni të arsyeshëm dhe merrni masa parandaluese. Një tjetër arsye e mpirjeve të tilla të këmbëve mund të jetë gjithashtu edhe problemi i diabetit. Më shumë se gjysma e personave që vuajnë nga diabeti zhvillojnë edhe këto forma të caktuara të neuropatisë. Kjo shkakton humbje të funksioneve në kontrollin e nervave përgjegjës, gjithashtu edhe për lëvizjen. Dëmtimi më i zakonshëm nga diabeti është ai i neuropatisë periferike, ku sinjalet e dërguara në tru nuk përkthehen kështu edhe në lëvizje. Kjo shkakton mpirje, djegje ose edhe shpim dhe pickime të këmbëve. Këto pickime dhe mpirje mund të fillojnë deri në 3 muaj pasi diabeti të ketë prekur trupin tuaj. Sigurohuni të bëni vazhdimisht edhe analizat e duhura të glukozës, në mënyrë që të parandaloni komplikacionet. Mungesa e vitaminave gjithashtu mund të jetë një arsye pse ju po përjetoni këto shqetësime. Mungesa e disa vitaminave dhe mineraleve
mund të shkaktojë gjithashtu edhe neuropati periferale dhe mpirje të vazhdueshme të këmbëve. Nëse keni mungesë të madhe të vitaminës B12 në trup, atëherë me shumë mundësi mund të përjetoni edhe këto kriza. Mungesa e vitaminave bashkë me sëmundjet siç është diabeti mund të shtojnë në dëmtimin e nervave në trup dhe të shkaktojnë mpirje të vazhdueshme të këmbëve. Nëse përjetoni këto shqetësime për një kohë të gjatë, paraqituni tek mjeku për trajtimin e specializuar. Tiroidet gjithashtu mund të jenë një ndikues i shfaqjes së këtyre shqetësimeve. Tiroidja ose tiroidja e poshtme mund të shkaktojë probleme me mpirjen e këmbëve dhe dëmtimin e nervave. Shumë personat që vuajnë nga ky lloj i veçantë i tiroides, me shumë mundësi vuajnë nga diabeti tipi 2. Të dyja këto sëmundje bashkë shkaktojnë një mos funksion normal të këmbëve tuaja. Problemet kardiovaskulare gjithashtu mund të jenë ndikuese. Edhe probleme me zemrën shkaktojnë dëmtime neurologjike që lidhen më pas me vështirësinë në kontrollin e këmbëve. Mpirja dhe djegja e këmbëve mund të jetë simptome shpesh të tyre. Probleme me shtyllën kurrizore. Një numër problemesh me shtyllën kurrizore lidhen ngushtë me mpirjen e këmbëve. Në shumë raste, dëmtimi i shtyllës kurrizore nga faktorët e jashtëm ose sëmundje si skleroza e shumëfish shkaktojnë këto simptoma, citon Elthisaj. Këpucët e ngushta gjithashtu mund të jenë një fajtor i këtyre mpirjeve. Shpeshherë edhe zgjedhja e këpucëve ndikon në shëndetin e këmbëve. Nëse vishni këpucë që janë shumë të ngushta, mund të ndalojnë qarkullimin normal të gjakut dhe të shkaktojnë kështu mpirje të këmbëve tuaja. Nëse përjetoni këto shqetësime, paraqituni tek mjeku, merrni një trajtim të specializuar dhe gjeni shkakun kryesor të dhimbjeve tuaja në gjymtyr. Mpirja e këmbëve është një çrregullim shumë i zakonshëm që mund të ketë shkaqe dhe kohë të ndryshme, citon Elthisaj. Mund të ndodhet nga kushtet e presionit mbi nervat, nëse qëndroni ose uleni në një pozicion të caktuar për një kohë të gjatë dhe ndjesia është e ngjashme me atë të shpimit nga kunjat dhe ose gjilpërat e vogla. Zakonisht ndjesia e shpimit me gjilpëra në këmbë është e përkohshme, pasi shqetësimi tenton të zhduket kur lëvizni ose hiqni peshën që shkakton presionin. Shkaqet e mpirjes së këmbëve mund të gjenden në një sër sëmundjesh kronike që mund të prekin nervat. Ato mund të jenë çrregullime të tilla si lupusi, sëmundja Sjögren, përdorimi i tepërt të alkoolit, mund të shkaktojnë gjithashtu nga keq ushqyerja ose dieta e gabuar, nga dëmtimi i veshkave, sindroma e tunelit tarsal, hipotiroidizmi, skleroza e shumëfisht, diabeti, shtatzania, traumat në këmbë ose edhe frakturat që mund të pësonin në përditshmëri. Problemet e thjeshta si këmbët e ftohta ose infeksionet mikotike mund të jenë shenja paralajmëruese të sëmundjeve të hershme të zemrës, ka paralajmëruar një ekspert. Këmbët janë shpesh pjesa e parë e trupit që preken nga problemet e zemrës për shkak të bllokimit të enëve të gjakut që furnizon organin dhe si pasojë edhe të gjithë trupin. Kur gjaku dhe oksigjeni nuk janë në gjendje të rrjedhin si duhet përmes enëve të gjakut, rreziku i sulmi në zemër dhe goditjeve në tru rritet në mënyrë dramatike. Për shkak se enët e gjakut brenda gishtinjve janë kaq të vegjël, nuk kërkon shumë kohë që ato të bllokohen. Kjo mund të rezultojë në këmbë të ftohta, të mpira, të intura ose thonjë të trash. Volontimet kanë zbuluar se rreth 1 në 4 njerëz të shëndetshëm të moshës 60 vjeçare e lartë kanë probleme të padiagnostifikuara të zemrës. Një grumbullim në enët e gjakut i njohur në mjeksi si sëmundja e arterieve periferike mund të shkaktojë edhe më tej probleme të këmbëve, thonë ekspertët. Sipas ekspertëve të dailymail.co.uk, të dyja këmbët mund të jenë shenja të përkohshme të dhimbjeve të cilat mund të shkaktohen edhe nga kushte të ndryshme shëndetësore të cilat i përmendëm më herët. Nëse ju i përjetoni këto shqetësime her pas here, paraqituni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar dhe gjithashtu mos i neglizhoni shenjat të cilat këmbët tuaja i shfaqin vazhdimisht. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.